26 vjet pa një përgjigje. Që nga 16 maj i vitit 1999 nuk dihet asgjë për fatin e veprimtarit të çështjes kombëtare Ukshin Hoti. Ai për herë të fundit u pa në burgun e Dubravës ku po vuante dënimin. Me dhimbje e madh Ukshin e kujton veprimtari tjetër i çështjes kombëtare Isak Shabani, i cili qëndroi me të në përqelitë e burgut të Mitrovicës, Nishit dhe Dubravës. Shabani nga Reporting House tregon se Hoti nuk u nënshtrua kurrë pavarësisht se përjetoi dhunë të tmerrshme nga gardianët serb në burgun e Nishit. Në ato momente kur ne të burgosit të gjithë kena filluar të him në mesin e kordonit të atyne që kishin bërë serbt, profesori i nderuar Ukshin Hoti ka qëndruar vertikalisht. Me i thonë të drejtin, nesit burgosur, do nëherë kena mendua pak më mbrojt, me qitë duart në kokë, bile theshëm kokën të arrujmë, po profesori nderuar heq fare nuk i ka qitë duart, as më mbrojt, por ka qëndru stoik, edhe pse goditjet ka qenë pandal. Shabani thot se autoritetet serbe kishin planifikuar rrëmbimin e Hotit, andaj sipas tij nuk ishte rastësi që atë e nxorën nga burgu në ditën e shtunë. Nuk ishte rastësi që dhe serbet në atë formë e kanë marrë ditën e shtune me 16 maj, ditë e cila ishte vikend, ditë që nuk ishte ndodhur përpara të lirojnë burgosurit politik, po si duket ka qenë i skenar, i përgatitur edhe nga regjimi, apo mirë them nga pushteti i Serbisë, që sot mos jenë në mesin tonë. Ukshin Hoti ishte arrestuar në vitin 1994 nga policia serbe me akuzën e ushtrimit të veprimtarisë armiqësore kundër Jugosllavisë dhe për pjesëmarrjen e tij në lëvizjen për Republikën e Kosovës, me qras ishte dënuar me 5 vjet burg.